Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit gjithëmshirshëm të Mëshirëplotit. Vëllezër motra nderuara, falenderojmë të madhin Zot që na mundsoi neve të jemi në këtë Ramazan. E falenderojmë shumë për gjitha mirësitë që na ka dhuruar dhe e lutim na falë gjitha kusuret dhe gjinafet që ne i kemi. Po flasim për një profet jashtëzakonisht madh, që mësimet e tij që rrjedhin nga Kurani dhe nga thëniet e profetit alayhis salam janë me mirësi dhe me kuptime të jashtëzakonshme. Profeti Ibrahim llogaritet si njeriu i dytë në gjithë historikun botror në aspektin e vizionit, kuptimit, mençurisë, të dashurisë që kishte për të madhin Zot, për kushtimit, falënderimit ndaj tij, është i dyti mbas profetit alayhis salam, giganti i madh i profecisë hyjnore. Profeti alayhis salam u shkoi natën e Miraxhit, në qiellin e parë takon Ademin alayhis salam, në të dytin Isan dhe Yahyan, në të tretin Jusufin alayhis salam, në të katërtin Idrisin, në të pestin Harunin, në të gjashtin Musan, në të shtatin takon profetin e madh Ibrahimin alayhis salam. Kuptohet nga Ibrahimi vinte Ismaili, nga Ismaili vinin arabët dhe pastaj deri tek profeti Muhammed alayhis salam. Kur ishte me Xhebrail Eminin dhe u ballafaqua në qiellin e 7, profeti Ibrahimi ishte i mbështetur në Beitul Ma'mur, mund të themi kultin e madh, xhamin e madhe që gjendet në qiellin e 7, që profeti përshkruan dhe thot 70.000 engjëj hyjnë çdo ditë dhe nuk dalin më, vetëm vazhdojnë të adhurojnë Zotin e gjithësisë aty. Prandaj Zoti s'ka nevojë për adhurimin ton, ne përfitojmë prej saj. Qoftë mirësinë e tij, bekimin e tij, fuqinë shpirtërore, mirësinë fizike e me radhë. Zoti s'ka nevojë për faljen tonë. Kishte pas nevojë na kishte bërë me imponim që ne të falemi, nuk ka nevojë. Vetëm na thot falenderoni për të mirën e juaj. Dhe kur ballafaqohet profeti Muhammed me Xhebrail Eminin i thot profeti Ibrahim çohet në këmbë dhe i thot mirë se erdhe dielli ynë, deri i madh është dhënë. Në këtë vend që je ngjitur, kush para teje nuk ka ardhur. Pasi ishte qielli i 7 që vetëm Ibrahimi alayhis salam ishte aty. Dhe profeti duke e parë që ngjasonte shumë me Ibrahimin alayhis salam, pyet Xhebrail Eminin. Thot kush është? Tha babai yt Ibrahimi, pra babai i hershëm. Që pastaj nga Ismaili rrjedh profeti jon i dashur Muhamedi alayhis salam. Ne thamë që Zoti e sprovoi me isprovë dhe në fakt kjo ishte si të themi sprova finale për të parë kulminacioni i besimit i profetit madh. Ndodhi vetëm një herë në gjithë historikun botror dhe nuk u dha më ky urdhër hyjnor, por nga që besimi ishte shumë i madh i profetit Ibrahim, sprova u donte në raport me të dhe u donte sprovë e madhe. Dhe i tha në emrin tim për hir tim, o Ibrahim, ti duhet ta sakrifikosh Ismailin. Zoti xhelleshanu e përshkruajti i madh i Allah në Kur'an dhe tha falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni adhbahuk. Tha un kam parë në ëndër që të bëj ty sakrifikim në emrin e Zotit gjithësisë, fandur madha të ra. Dhe siç tham në radhë si kaloi mori mendim fëmis. Dhe i tha ti çfarë mendon për këtë urdhër që më ka dhënë mua i madhi Zot? Kurani e përshkruan në mënyrë madhështore, thot qala ya abati fa'al ma tu'mar. Tha babai im, veproje atë gjë që je urdhëruar. Mua do të ngjesh në dashje i madh i Zot për atyre që jam durueshëm. Fëmijët e profetëve kanë qenë të durueshëm fëmijë. Zoti na fal ne muslimanët e sotëm dhe muslimanët jemi në moshë rritur dhe jemi të padurueshëm. Duam të arrijmë të mirat e kësaj bote pa durim. Duam të fitojmë xhenetin e përjetshëm pa durim. Kur durimi u përmend Kur'an mbi 100 herë. Duro vlla dhe motër se do të begatohesh. Djali i ri dhe djalë dhe vajzë e re, duro për studimet, bëhesh një njeri i dijshëm. Duro vlla dhe motër ndaj veseve, të bëhesh një njeri me karakter të qëndrueshëm, të vlej për gjithë jetën, të shkëlqesh gjithë jetën tënde. Nëse s'është durimi, do bëhesh me vese. Nëse s'është durimi, s'bëhesh dot i dijshëm. Nëse s'është ti je i durueshëm, nuk ndërtohesh dot si njeri. Dhe Ismailin e kishte edukuar profeti Ibrahim. Në dashje i madh i Zot babai im tha, do të më gjesh mua të durueshëm. E merr profeti Ibrahim Ismailin, e merr në krahun e tij, e merr bashkë me veten, me një njet madh për ta dërguar në vendin që ishte urdhëruar për ta sakrifikuar. E tani imagjinoni çfarë skene, Zoti i gjithësisë jep një urdhër i vetmi rast dhe nuk është përsëritur më që profeti Ibrahim sakrifikonte Ismailin. Një fëmijë që në fakt s'kishte bërë asnjë mëkat. Një fëmijë që ishte shumë i edukuar në raport me Zotin dhe me babain e tij dhe me nënën. Dhe kur e merr djalin e tij në krah për të shkuar për të bërë sakrifikimin e madh, i del shejtani mallkum. Dhe i thot, o Ibrahim, a Zot tamam është ky që të ka urdhëruar ty që fëmin e pafajshëm ta sakrifikosh? Çfarë kupton ti nga kjo? Çfarë vlere ka kjo? Çfarë urtësie ka kjo? Dhe Ibrahimi alayhis salam
ky gjigant i madh i besimit tek Zoti, duke ditë parimet universale të fesë që Zoti urdhëron, se kjo është gjithë thelbi. Zoti urdhëron atë që është e mirë dhe ndalon nga ajo që është e keqe. Nëse dëgjon që dikush, kushdo qoftë ai, flet diçka të keqe dhe thotë është urdhëruar prej Zotit, mos e bën atë. Mos e bën atë, se Zoti urdhëron vetëm atë që është e mirë dhe ndalon vetëm atë që është e keqe. Bekon vetëm ato që janë të mirë. Nuk i don ato që janë dhe bëjnë krime në tokë. Për këtë arsye, siç tregohen transmetimet dhe e bëjnë ato që shkojnë sot për haxh, ulet profeti Ibrahim i merr 7 gura dhe e godet shejtanin në mallkum për t'u larguar. Bismillah, Allahu Ekber. Me emrin e Zotit, Zoti është më i madhi. Ti je i vogël shejtani i mallkum. Nëse i madhi Zot më ka urdhëruar, unë duhet ta zbatoj. Ismaili apo çdo fëmijë, kushdo qoftë, ai është një dhuratë e madhe të Zot. Asnjëherë dhurata nuk mund të krahasohet me dhuruesin. Asnjëherë krijesa nuk mund të krahasohet me krijuesin. Nëse këto dyja vinë paralel dhe njëra duhet sakrifikohet, a urdhri i madh i Zot, apo në këtë rast ishte sakrifikimi për Ismailin, profeti Ibrahim ishte i qartë, wa Ibrahima alladhi wafa. Kurani thotë dhe profeti Ibrahim, i cili gjithmonë i zbatoi urdhrimet e të madhit Zot. Dhe e merr dhe 3 herë shejtani mallkuar gjatë rrugës që ishte i del dhe i thoshte Ibrahim, se e dinte shejtani mallkuar që po ta kaloj dhe këtë sprovë, fa subhanallahu al-azim, a do të ngelte siç po e përmendim dhe ne sot, a e ka ngel Kurani famlar, apo tani për Ramazan që këndohet Kurani me miliona njerëz që dëgjojnë këtë histori duke u kënduar aty ku përmendet Kurani famlar, me miliona, me miliarda musliman sot e dëgjojnë atë për çdo çast që ajo përmendet si histori, shpërblimi i shkon shpirtit Ibrahimit alayhis salam. Dhe 3 herë që i doli shejtani mallkuar, 3 herë profeti Ibrahim e godet duke thënë Bismillah, Allahu Ekber. Mbasi e humbi shpresën tek profeti Ibrahim, shkon te Haxheria, tek nëna e Ismailit. Dhe i thotë, ai din çfarë po bën bashorti jot, po bën një gabim të madh, ç'është ky urdhër i pa kuptim të Zotit. Fëmia është i pastër nga ky mëkat. Ç'është ky sakrifikim i njeriu? Dhe i jepte variante nga më ndryshmet. Dhe i thotë Haxheria drejt për drejti me besimin e saj të patundur, qofse i madhi Zot e ka urdhëruar bashorti im Ibrahimit, din çfarë bën. Qofse i madhi Zot e ka urdhëruar, din çfarë bën bashorti im Ibrahimi. Dhe nuk u lëkund asnjë sekond nga shejtani mallkum dhe Zoti e përshkruan Kur'an çastin final, kur ai asnjë sprovë nuk e ndaloi, e vendosi djalin e tij, dhe tani ai që është prind e kupton, djalin e pafajshëm e shtriu me mendimin për ta sakrifikuar. Tani imagjinoje babai dhe i biri shikohen me njëri tjetrin dhe urdhri hyjnor i të madh i Zotit është në mes. Për çastin e pakuptueshme. Për çastin fëmia është i pamëkat, babai i tij giganti i madh i devotshmërisë, urdhri hyjnor për të sakrifikuar fëmia. Dhe vetëm imagjinoje për një çast shikimet me njëri tjetrin, i fëmis me babain, dashuria e babait për fëmin, dhe mshuria e babait për fëmin dhe çasti final. Thot i madhi Zot në Kur'anin famlar duke e përshkruajt falamma aslama wa talahu lil jabin. Thot mbasi ato u bindën totalisht për ta zbatuar urdhrin e të madhit Zot, dhe ai e vendosi thot Ismailin për ta sakrifikuar. Falamma aslama, dhe vetëm kur ato ju bindën dhe ju dorëzuan urdhrit të madhit Zot thot. Dhe ai e vendosi djalin e tij Ismailin, sa po desh ta ekzekutoj urdhrin, e thirr veti madhi Zoti qofshim val. Wa nadaynahu ya Ibrahim qad saddaqta ar-ruya inna kadhalika najzil muhsinin. I madhi Zot nuk kishte dash sakrifikim. I madhi Zot është ai që sot e kësaj dite i qofshim fal, dhuron fëmijë pafund. Ndjem edhe vajza. Një nga gëzimet më të mëdha të prindërve janë kur Zoti i madhërueshëm i qofshim fal, se ne po tregojmë një rast specifik, po ne do të flasim për të përgjithshmen. Ai çdo sekond që kalon në tokë, çdo ditë që kalon në tokë, dhuron pafund fëmijë. Gjithë nasën dhe shkencëtarët e botës, ato që janë gjallë, ato që kanë vdekur dhe ato që do vinë, nuk krijojnë dot një fëmijë. Çdo çast, çdo sekond, çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, çdo vit me miliona fëmijë. Ne kemi qenë dikur fëmijë. 7 miliard që janë sot, ju beqatoftë i madhi Zot, kemi qenë një ditë fëmijë, kemi dalë nga barqet e nënave tona. Megjithëse sot na duket vetë sikur jemi rritur dhe kemi arritur moshën madhore. E madhi Zot është ai që dhuron fëmijët me një mënyrë madhështore siç din ai. Në këtë rast specifik,
prap nuk e çoi deri në fund urdhrin e tij për sakrifikimin e Ismailit. Piles desh që të shikoj Ibrahimi devotshmërinë e vet që kishte në raport me Zotin, se Zoti është i gjithdijshëm dhe desh ta gradoi dhe e më shumë dashurin e tij. O takhadha Allahu Ibrahima khalila, e mori Zoti i gjithësisë Ibrahimin dashmin e tij, thotë wa nadaynahu ya Ibrahim, dhe ne e thirrëm o Ibrahim, ti ëndrrëm që unë ta dhash ty e çove deri në fund. Unë sot do ta ndroj atë me një kurban. Ne kështu i shpërblejmë ato që janë njerëz të mirë. Prandaj vëlla dhe motër të begatofti madhi Zot, lej muhabetet e kota që dëgjohen në ambientet ndryshme, ngaherë dhe mediat nuk transmetojnë i pjesë e tyre, se i pjesë janë shumë korrekte, po i pjesë e tyre për lidhje me ekstremizmin, me terrorizmin, me gjëra që s'kan kur far vlere, lidhje as me islamin, as me qytetarin, as me njerëzillakun. Shikoja si thot, inna kedhalike njerzil muhsinin, tha kështu i shpërblejmë cilët? Ato njerëz janë tegër, njerëzit që bëjnë gjëra ekstreme, njerëzit që bëjnë terror, njerëzit që bëjnë krime, njerëzit që bëjnë vjedhje, njerëzit që bëjnë këqija, njerëzit që kanë smir, njerëzit që kanë zili, njerëzit që përgojojnë, njerëzit që shpifin. Hasha lillah, inna kedhalike njerzil muhsinin, tha kështu këto forma ne që i ngrim grada dhe nuk ja çojmë urdhrin deri në fund për të bërë sakrificë, ne vetëm për të mirë të bëjmë këtë. Prandaj vëlla dhe motër të begatofti i madhi Zot, i synim mos e ndaj kur gjatë jetës tonë, sipas mundësisë, mos të bëjmë sikur jemi në nivelet e profetëve të Zotit. Po sa të kemi mundësi të bëjmë mirë, nëse s'kemi mundësi të bëjmë shumë mirë, pak të mos bëjmë keq. Siç i tha profeti, i tha ai, o dërguami i Zotit, unë s'kam mundësi tha të urdhëroj për mirë dhe të ndaloj nga e keqja. Pra mi ftu njerëzit në Islam. Tha profeti alayhis salam, bën një vepër tjetër. Tha çfarë të bëj? Tha ndihmoje një njeri që është moshë thyer dhe një barr që ka, ndihmoje atë ta çojë në shtëpi ose ta hypi mbi kafshën e vet. Tha po s'kam mundësi, nuk kam unë një njeri që të jetë moshë më të madhe. Profeti bën një vepër të mirë tjetër, i tha. Çfarë bëj dërguami i Zotit? Tha largoje nga rruga diçka që pengon njerëzit dhe i shqetëson. Një papastërti në fundit. Tha më qoftë se rruga është e pastër. Ishte tip i çuditshëm. Tha atëherë madhëroje Zotin me gjuhë. Po tha po më qoftë se unë hutohem për çastin. Ishte tip do të ndoshta më mësu sa më shumë. Dhe profeti i tregonte rrugë për të mirën dhe i thoshte po më qoftë se s'kam mundësi. Po ushqeje një të varfër, po gledatoje një jetim. Po buzëqeshi njerëzve se është sadaka. Tha po më qoftë se s'kam mundësi dërguami i Zotit. Tha më qoftë se s'kem mundësi me bëa si të mirë, mos i bën keq njerëzis. Sa i thjesht është feja jonë e dashur. Ne kështu i shpërblejmë ato që janë njerëz të mirë, thot Kurani famlar. Kjo është agjenda çdo muslimani, agjenda e vërtet, muslimanit sinqert, jo muslimanit fallës, muslimanit me 10 fytyre, muslimanit me 100 maska që thotë jam musliman dhe ka 100 maska s'dihet për çfarë është. Ne po themi muslimanit Kuranit. Muslimanit që do mu bë si Ibrahimi alayhis salam, si Muhamedi alayhis salam, si Isai, si Musai, si Nuhu, si profetët 25 Kuranit, si ato që kanë qenë gjithë historikun e njerëzimit. Ato kanë pasur si themel besimin e thellë, veprat e mira. Kështu i shpërblejmë ne njerëzit që janë njerëz të mirë. Muhsin do thotë njeriu që bën vepra të mira shumë. Pastaj i thotë i madhi Zot inna hadha lahu al-bala'ul mubin. Ne ta dham një sprov të madhe Ibrahim. Sprov gjigante, sprov shumë të madhe, po ne po ta ndrojmë ty atë me një kurban të madh. Wa tarakna alayhi fil akharin. Dhe ne po të lejmë ty një shembull të shkëlqyer për gjithë brezat që do të vinë, brezat për muslimanëve dhe muslimanët, brezave njerëzve të mirë derisa të bëhet kiameti. Thotë i madhi Zot selamun ala Ibrahim. Tha paqja qoftë me profetin tim Ibrahimin. Edhe herë përsërit i madhi Zot mos haro kurr, thot selamun ala Ibrahim, paqja qoftë mbi Ibrahimin, inna kedhalike njerzil muhsinin, kështu i shpërblejmë në njerëzit që janë të mirë dhe të devotshëm. Zoti i gjithësisë ka folë kështu, innahu min ibadina almu'minin, ne thot gjithmonë sillemi mirë me njerëzit tonë që janë punë mirë, që janë besimtarë, që janë të sinqertë. Dhe vëlla dhe motër të begatofti i madhi Zot, mbas kësaj fama ishte shumë e madhe e profetit Ibrahim, po edhe mbas kësaj sprove kaq gjigante, kaq të madhe, që ne sot kemi ngel në klasë për Zotin, të vjen turp, t'jep Zoti vajzë, vëlla dhe motër, t'jep Zoti një vajzë, t'i inventaritësh atë me edukata, e shkon mosh të re, dhe ti e lën duart e meshkujve të huaj. Ne sot kemi ngel në klasë, apo e rrit djalin tënd dhe e lën pastaj në botën e veseve.
Ne kemi ngel në klasë për sa i përket edukimit të fëmijëve, profeti Ibrahim a.s. desh me sakrifiku, vetëm i rasti ishte ky. Dhe mbas kësaj Ibrahimi a.s. u shtu më shumë madhështia e tij njerëzore. Ju shtu më shumë fama ke sunduesi i madh i gjithësisë, u afru dhe u bë i dashmi i Zotit botrave. Dhe kjo është ajo fitoria e madhe. Neve vëllezër dhe motra të nderuara, nuk pretendojmë në këto përmasa kaq gjigante, por gjithë secili, kjo është një autostradë që gjithë secili mund të ecin të. Ne nuk ecim dot në kursinë e shpejtësisë profetëve. Ndoshta edhe disa kursi të tjera neve jemi larg, por të paktën ne duhet të kemi kursi të mirës. Ne duhet të jemi edhe në rrugën e Islamit, duhet të jemi edhe në rrugën e të mirës sa kemi mundësi, duhet të jemi edhe në rrugën e profetëve të Zotit, por jo me të njëjtën shpejtësia e kuptohet sepse ne Zotin na fal, jemi shumë larg. Desh i madh i Zot Ismaili e kaloi dhe ai këtë sprovë, e rriti i madh i Zot udhkur fil kitabi Ismail. Përkujtojën këtë Kur'an madhështor Ismailin, ai gjithmonë i mbante premtimet dhe ai ishte i dërguar dhe pejgamber. Dhe Ibrahimi a.s. shkonte dhe pastaj i dha i madh i Zot edhe Sarës në mënyrë madhështore. Ibrahimi a.s. e kaloi edhe këtë sprovë dhe kur kthehej ke Sara, se në një kohë ishte ke Haxheria, pastaj shkonte ke Sara, ke bashortja e tij dhe i ditë të caktuar. Kjo është gjë e madhe, shumë i dha Zoti famë shumë të madhe. Sa arriti t'i kaloj dimensionet asaj që ne jetojmë sot, ne jetojmë kot. Krahasim me atë që i pan ato me sy disa të vërteta mëdha hyjnore. Ka pas, qofse ju kujtohet në fillim kur folëm për Ibrahimin a.s., don të kuptosh dashurinë për Zotin e gjen te ky profet i madh. Don të kuptosh mençurinë e gjen te ky profet i madh. Don të kujtosh zemrën e pastër Mishiati ila Ibrahimit ja'a rabbuhu bi qalbin selim, nga pasardhësit gjenologjia e Nuhut do të ishte profeti Ibrahim, i paraqit Zotit me zemër shëndosh, do të kuptosh kristalizimin e shpirtit e gjë ky profet, don bujari e gjen këtu. I dha Zoti mbasi kalonte këto sprova, pasuri kishte shumë, ai kishte dhënë Zoti mirësi të mëdha. Çfarë bonte çdo ditë kur hante ushqim vet, i vente në pjekje dele të shumta, ushqim dhe mish të pjekur, për çfarë arsye? Për një arsye të madhe që nëse edhe dilte kërkonte në një mik, të vinte një mik në shtëpi, që ta ushqente edhe atë bashk. Nëse don një profet që ka bujari, do ta gjesh ke Ibrahimi a.s. Dhe gjithmonë gjente, kur ja bonte i madh i Zot dhe kishte gëzim, se bisedonte me atë, u hapte biseda edhe për të madhin Zot, tregonte bujarinë që do ta ketë çdo musliman. Dhe i vin 3 musafir, 3 djemë të ri. Në fakt u çudit kur i takoi, sepse nga udhëtimi, ato nuk kishin shenjat të udhëtimit, s'kishin pluhur, s'kishin kur gjë, s'ishin të lodhur. Dhe i mori për miq në shtëpi, siç e kishte me çdo kënd që e shikon, thotë, hajde mik në shtëpinë time, dhe njerëzit që u thonin e kishin lehtësim të madh, dhe i fton këto 3 dhe këto i shkojnë. I shkojnë për vizitë dhe sapo ulen i thotë, më prisni vetëm pak sekonda dhe gjatë kohës që dilte për të ftuar miq për shtëpinë e tij për të tregu bujarin, ushqimet ishin gati duke u pjekur dhe ishin përgatitur, dhe më çasti erdhën. Dhe Ibrahimi a.s. tha bismillah. Dhe i zjati duart, për shkruan Kurani tekstualisht, i zjati duart për të ngrënë, ato 3 asnjëri nuk i zjati duart. Fa awjasa fi nafsihi khifatan. Thot kur e fton një mik, dhe ai të vjen të han ushqimin në shtëpinë tënde, bëhet mik. Po një person që të vjen mik në familje, ti i shtron ushqim të këndshëm të mirë, dhe ai nuk i zgjat duart për të ngrënë me ty, mbasi ti i thu fillojmë, dhe i thu bismillah, dhe thot ndjeu një farë frike, kush janë këto miq që nuk hajnë ushqimin në shtëpinë time. Dhe subhanallah, ato e kuptuan, e hetun, dhe i thanë Ibrahim, ne nuk hajmë ushqim. Thamë pse, se ushqimi është i mirë, është bërë me bismillah, gjitha begatit, gjitha janë begatshme, unë me zemër të pastër, pata kënaqësi që ju takova të vini miq, pse ju nuk hani nga ushqimi im? Dhe ndjeu një farë sikleti, një farë frike. I thanë ato, jo, ty Allahu të begatof me mirësitë e pafund me ti, po ne jemi engjëjt e të madhit Zot, unë jam Xhebraili, Mikaili dhe Israfili. E ngreti Zoti aq shumë sa i vizitonin engjëjt në shtëpi. Dhe kemi ardhur, i tha Xhebrail Emini, që tashmë në këtë çast ishte në formë njerëzore, tha Ibrahim, kemi ardhur jo për ty, ne jemi nisur për popullin e Lutit. Kemi ndalu me të përgëzu. Fe bima tu beshqirun. Ibrahim a.s. drejt, tha, me çfarë erdhët ju me më përgëzu? Tha, me të përgëzu ty me një djalë. Po,
Sara ishte që i kishte sjellë ushqimet. E ishte aty. Edhe subhanallahu al-azim, imagjinoje për i çast, begatofti i madh i Zot, kur ato thanë, ai dha jam Xhebrail Emini, imagjinoje për i çast se si mund ndjehesh në ato çaste, ti jetë dikush dhe thotë unë jam Xhebrail Emini. Kishin ardhur në shtëpi Ibrahimit alayhis salam. Mund t'i vinë, askujt nuk i vinë më, por për çastin po themi si është ndjer Ibrahimi alayhis salam dhe Sara. Ibrahimi ishte profet dhe ishte takuar me Xhebrailin më përpara, por Sara si është ndje. Dhe kur i tha për çfarë më përgëzoni, tha të përgëzojmë me një djalë. Por kur e thotë Xhebrail Emini kishte mbaruar, se ishte prit madh i Zot dhe ajo i bën faqeve të saj, thot Zoti në Kur'an me shuplaka dhe i thot me çudi se si do të kemi në fëmijë. Sara ne kemi treguar më përpara që ishte sterile. Ibrahimi alayhis salam tashmë po hynte me një moshë më të thellë dhe Sara kishte kaluar një moshë saktuar. Edhe mbetën ta'jabina min amrillah. Edhe kthehet Xhebrail Emini siç mund flasë kur engjëlli i madh që ja njeh pushtetin absolut sundusit madh gjithësisë. Tabarakalladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. I madhërisëm, pafund është ai që në dorën e tij është i gjithë pushteti dhe ai është i gjithë fuqishëm për çdo send. Tha ta'jabina min amrillah. Tha po çuditeni ju me çështjet e Allahut mëndshëm. Ai ka hudhur mbi ju familja e Ibrahimit paqe dhe mëshirë të madhe. Dhe i dha, mbasi kishte toleruar Sara për të pasur fëmijë Ibrahimin me Haxherën, i madh i Zoti jep Ishakun, dhe mas Ishakut vjen Jakubi, dhe mas Jakubit vjen Jusufi, dhe vjen rrjedhshmëria e gjenealogjisë, pastaj me Musain e me Harunin, vjen me Davudin e me Sulejmanin, e me Zekerian e me Jahjan e me Isan nga profetët e mëdhej po flas. Shive, futur pak në panoramën e mrekullueshme që nga ky fëmijë që erdhi në pleqëri, e madhi Zot krijoi gjenealogjinë e madhe profetike të Ben Israilëve, dolën profet të mëdhej. Nga rrjedhshmëria e këtij fëmije që erdhi Ishaku, po përveç këtyre sa njerëz u udhëzuan nga njerëzit me miliona njerëz që adhurojnë të madhin Zot nëpërmjet Ishakut që erdhi, fëmia e Ibrahimit, Jakubi, Jusufi e me radhë. E pastaj i përket një teme tjetër që engjëjt u nisën për popullin e Lutit për të vendosur një drejtësi madhe hyjnore për të zbatuar ligj që ndodh me gjithë ato që bëjnë vepra të pahishme në tokë. E Ismaili vazhdonte për ta mbyll kjo është për ta mbyllur historinë e Ibrahimit alayhis salam, ne po themi u mundum ta kufizojmë atë ta bëjmë më të ngushtë se ç'është ajo dhe mund të marrë tema të shumta. Pas kësaj shkon tek për të takuar Ismailin. Ismaili tashmë ishte martuar, ishin larg. Troket dhe bashortja ja hap derën. Dhe i tregon që unë jam bashortja e Ismailit, jam martuar, Ibrahimi alayhis salam kishte qenë larg. Kishte qenë pranë me Sarën. Thot si jeni? Ajo nuk e njohti. Tha si jeni? Tha me thon drejtën vështirësi të madhe. Bashorti del, herë vjen rrezik, herë vjen sti fare se ç'po ndodh në familjen tonë. Hajër pak po shohim, ndoshta hiç. Ushqimin nuk e kemi të mirë. Nuk rrinte ajo femër pa fol as një gjë të mirë nuk e tha. Kishte punu Ismaili me atë për të ndërtuar muslimane mirë, si ishte ndërtuar fare. Kishte në majën e gojës për të thonë të keqen. Robi ka për gjet nga jeta, mundohu musliman dhe muslimane, jeta i ka të mira dhe të këqijat e veta ose sprovat e veta. Mos çdo çast rrin duke përmend sprovat, harrojnë miliarda të mira që i kanë këtej. Dhe Ibrahimi alayhis salam u mërzit. Dhe hiku. Kur doli ke dera i tha dëgjoj, kur të vi Ismaili thuaj erdhi filani me këtë, edhe i dha përshkrimet, ta kuptonte që ishte babai. Tha thuaj që babai të këshillon ndroje pragun e derës. Ajo s'kuptoi gjë, po, i tha do t'i them. Vjen Ismaili ja përshkruan babai i madh Ibrahimi alayhis salam. Lum për atë për babain që ka pas. Tha, se dinte, tha se njifte edhe bashortën e vet, tha çfarë të këshilloj? Tha ndroje pragun e derës, po s'e kuptova. Nëse se ke kuptuar, tha po ta shpjegoj unë, në shtëpi duhet me shkuti. Se i të ka pa edhe kur të shef ai më të ka pa me dritën e Allahut mëdhnushëm. Nuk e di ç'ke fol, ç'ke bër, po që sot e tutje si e më bashortja ime. Dhe Ibrahimi alayhis salam vinte dhe hikte her pas here. Kur vjen një herë tjetër, e gjen që Ismaili ishte martuar përsëri. Hyn, i thotë mirë se erdhe. E njofti që ishte baba Ibrahimi alayhis salam, mirë se erdhe, ulu, tha si po ju hecën jeta.
Tha na ka mbulu I madhi Zot me gjithat mirat. Po tha, tani e pa, në I vështirësi dha I madhi Zot, jetë na ka dhënë, besimin ke I madhi Zot mbi të gjitha, risku për na vjen, mirësi kemi, harmoni familjare, Zotit I qofshim fal, e falenderojmë pa fund atë, nuk I numrojmë dot mirat që na ka dhënë. Asnjë fjalë nuk e përmendi se mund të kishim vështirësi në jetë, siç ka çdo familje, çdo kush, gjithmonë edhe profet nëse ka qenë, mund të ketë pasi debat vogël, ka pas Aisha me profetin alayhis salam. Kishte mundësi me përmend 10 gjëra që s'funksiononin, ngaherë si ishte risku I gjerë, ngaherë vapa ishte mund t'i përmend. Asnjë fjalë kishte në majën e gjuhës me nxjerr të mirën, kështu duhet me qenë muslimani dhe muslimania. Tha I kemi gjitha të mira, jetën e kemi për atë madhit Zot, risk kemi nga gjitha anët, harmoni familjare kemi, besimi ke I madhit Zot na ka dhënë gëzim dhe lumturi, mirë se erdhi profeti Zotit, I dashmi Zotit, o Zot I madh, xhevahir, mirësi, kultur, etik, pastërti, rregull, flori. Kur tha vjen Ismaili, tha ka ik dhe fonohet. Tha unë do vi prap. Po një këshill po ta lej se unë duhet lëviz. Tha fol, tha kur të vi thuaj, forcoje pragun e derës, të begatofti I madhi Zot. Edhe vjen Ismaili. Dhe ja përshkruan bashortja, thotë erdhi babai, ndenjëm pak, por do vi prap, po duhet lëvizte. Tani Ismaili me zemër të ngrirën kuptimin, tha të këshilloj gjë, tha po, tha më thuj, duke menduar se mos më I thot prap ndroje pragun e derës. Më tha, mbasi bisedum, më tha që forcoje pragun e derës sa më shumë. E Ismaili gati sa s'fluturoi dhe u gëzoi shumë. Tha si që e biseda, si që tha, vetëm I tham ato që na takon me I thonë si muslimanë, mirësitë të madhit Zot që na ka mbulu. Pra kjo është ta shikosh jetën me optimizëm, me mirësi, me begati. Edhe ai tha, ka thonë forcoje pragun e derës, pra unë gjithmonë më shumë të respektoj dhe më shumë, të dua dhe më shumë, të krijojmë harmoni dhe I folej dashurie dhe më të madhe. Sepse ai ke ty ka pa mirësi të mëdha dhe ai shikon. Sa ai është profeti dhe I dashmi I të madhit Zot. Prandaj ndërtojmë një familje, të ndërtojmë që secili prej nesh folej dashurie dhe mirësi dhe mëshirë, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahme. Krijoi thot midis çiftit dashuri të madhe dhe mëshirë. Ky është Islami I vërtet. Ky është Islami që na mëson Kurani famlar. Ky ishte giganti I madh I profecisë, ne përmendëm vetëm disa pika esenciale të jetës I. Ky ishte profeti I madh Ibrahimi alayhis salam. Inshallah I madhi Zot na bën të ecim rrugën e profetëve. Lut sundusin e madh gjithësisë në këtë Ramazan të begat në I falë gjitha gjinave të jetës tonë. Lut Zotin na mëshiroj se ai është I gjithë mëshirshëm, mëshirëploti, më mëshirosi, mëshiroze. Lut Zotin na shikoj nga bujaria e Tij e madhe, se ai është Kerim bujari I madh, na mbuloj me rrezik të dobishëm këtë botë. Na hedhi harmoni familjare të madhe në këtë botë, na I rrisi fëmijët me halal dhe me mirësi, na I bëj ato dietar, shkencëtar dhe hafiz Kuranit famlar. E lut madhin Zot na bëj nga njerëzit e devotshëm dhe durueshëm që ai I don. Lut madhin Zot që kur të vi çasti do të japin shpirt themi fjalën la ilaha illallah dhe ai të jetë I kënaqur me ne. Lut Zotin na çojë në xhenetet e Firdausit, na ruaj nga zjarri I tmerrshëm I xhenemit. Lut Zotin e madh nëse jemi në xhenet ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë e Tij. Ai është më I larti, më I bukuri, më I madhi, I qofshin fal. Lut Zotin na japi dashuri dhe harmoni për gjithë në njëri tjetrin, siç I ka hije muslimanit për muslimanit, muslimanes për muslimanen. Të jetojmë ne si njerëz fisnik dhe të mirë, të jetojmë ne si njerëz të butë dhe të sjellshëm. Kjo është ajo që kërkon Zoti I gjithësisë. Të mirën na ka dashur që na krijoi, ne të mirën duhet ta kërkojmë dhe kemi kryer misionin për cilin ai na krijoi. Zoti ju nderoft që të gjithëve. Selamu alejkum wa rahmetullah.